Përshëndetje nga kuzhina Nerit. Sot kam vendosur me përgatit një kek me kakao për me kafe jo knoç, i but pamuk, që vlen ta përgatitni secila motor. Përveç se që na nevojiten janë një gotë e 200 ml me sheqer, një sheqer vanile, një gotë e gjysëm, pra gota e 200 ml, ju qetni një gotë e gjysëm, 200 ml dhe gota me miell, një pluhur përpjekje për ndryshe me peciv, 200 ml qumsht, 4 vezë, 3 lugë të gjellës me kakao, një gotë të çajit me vaj, edhe deri tek vija e dytë kështu, i qetni pra ujë dval për ndryshe ujë të nxehtë. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Furrën e kom çu në temperaturën 180 gradë që të nxehet. Tepsin e lyna me gjalp ose me vaj me pak miell, që ti mos më ngjit brumi. Edhe bismillah, pra fillojna me përgatitjen. Hedhim vezë në një enë, sheqer vanilën edhe sheqerin. Tash e përzina me mikser derisa të bëhet një mos kremoze, pra e rrahët vezët. Kemi rrahur vezë, siç po shihni, mosa kremoze. Hedhim qumshtin, shtojna ujin e val të nxehtë, shtojna vajin, një gotë të çajit, shtojna një pluhur përpjekje për ndryshe pra peciv, miellin, edhe kakaon. Prapi përzina të gjithë përparsit me mikser, furra veç është nxehur, tepsia është lyer me gjallë për ndryshe për tërë, me njëherë masi kemi përzi brumin, e hedhim edhe brumin në tepsi. E kemi përzi edhe brumin, tash e nalim mikserin edhe qisim në tepsi të lyer me gjallë. Bismillah. E tundim qështu tepsin, edhe me njëherë e fusim pra me furrën e nxehur në temperaturën 180 gradë. E kemi hik edhe kekun prej furrës, e kom pjek për 35 minuta në temperaturën 180 gradë. Si gjithmonë me një rrëmujse e shpojna pra, nëse brumi nuk ngjitet, atëherë edhe keku është pjekur perfekt. E lojna që të ftohet. Kekun e kemi hek prej tepsis, pra e kemi rrotullu në anën tjetër, me dekoru mundeni me çka doni ose mundeni me kur gjë hiç kështu me lamë. Une jam të e dekoru me Nutella, sepse e kanë qef pra fëmija, mundeni me çokoladë, mundeni me sheqer pluhur, nuk ka lidhje që t'ja u dën qefi juve. Krejt për mi, piqes pra lejthia, ju mundeni arra, mundeni edhe mas me qit, pra nuk do me thonë me qit, unë e piqes, sepse kështu kanë qef. Hajde bismillah, e bojna edhe prerjen. S'ki nervoj me ranu shumë thik, sepse ec vetë. E but pamuk. Pe hikum një copë, edhe kështu duket keku. Përgatitni kom jo knoq. Ju lumë shënduat nëse provoni. Faleminderit për krahjen që ma bëni. Komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them miru pafshim.